e rëndësishme, edhe pse jam i dyshim për rolin apo ndryshimin që mund të ketë vota e diasporës në Shqipëri. Megjithatë, nëse i referohem për shembull zgjedhjeve që u bën në Rumani para 2-3 ditësh, vota e diasporës ishte e rëndësishme, edhe pse u votua për kandidatin i cili ishte më pak afër pozicionet Bashkimit Evropian e kështu me radhë, po prap ishte goxha e rëndësishme, të paktën tregonte një lloj dëshire për ndryshim. Unë nuk e di se sa do të ketë efekt në Shqipëri, dyshoj shumë për shkak të kapacitetit dhe të mënyrës se si është ndërtuar raporti me diasporën, po të kemi parasysh që kryeministri sidomos ka pas goxha vëmendje ndaj diasporës këto 2 vjetët e fundit. Dhe ka pas gjithë mundësitë për të ndërtuar një lloj ose pranueshmërie apo të paktën për maxhorancën. E kuptoj. Pra ju, profesor Klliçi, nuk jeni shumë optimist që mund të përmbysë rezultatin vota diasporës asaj çfarë do prodhohet në Shqipëri. Pra nëse trendi i Shqipërisë do jetë XY, ju mendoni që edhe diaspora do të jetë pak a shumë njëjtin trend si vota që do prodhohen në Shqipëri apo jo? Unë të paktën po t'i referohemi historisë, thimi raportet e Shqipërisë me votën e diasporës nuk janë të reja. Edhe pse janë raporte të cilat kanë lindur si pasojë e lidhjeve deri diku klientelare të personazheve politik. Keni parasysh që vota e emigrantëve të Greqisë gjithmonë ka qenë e organizuar. Po autobuzat e famshëm. Me autobuzat e famshëm, Partia Demokratike provoi në mos gaboj në zgjedhjet lokale të vitit të 2011 me linjat e avionëve low cost atëre mërgatën e Italisë për të votuar kryesisht për Lulzim Bashën në zgjedhjet lokale. Kështu që ne raportin në mërgatën e kemi, raportin politik. Ka një në ndërvite në mërgat, kryesisht i referohemi Italisë dhe Greqisë, po të paktën Italinë që e njoh pak më shumë, ka pas përpjekje për të pasur lidhje apo zgjatimet partive politike, sidomos PD-s dhe të PS-s. Në varësi të atij që është në pushtet dhe atij që mund të shpërndajë më tepër benefite, ndofta në këto linja mund të organizohet edhe mërgata. Ke parasysh që ambasadat shqiptare mbështesin organizma shoqata në Itali dhe në Greqi, me programe të ndryshme kulturore. Dhe pa dashur t'i futem një lloj analize, unë mendoj që ka një lloj përkatësie ose pranueshmërie apo kontakti mes atyre që marrin këto fonde dhe edhe qeverisë që është në pushtet. Kjo mund të jetë. Ka edhe diçka tjetër, për shkakun që e kam vënë edhe për sa i përket edhe vendeve të tjera, që ka raste që mërgata mund të mbështesë ata që janë në pushtet, sepse i shef si figura apo përfaqësues të drejtë për drejtë të shtetit. Dhe për mërgatën mund të ketë një lloj simbolike më të rëndësishme kryetari i shtetit, kryetari i qeverisë, se sa që mund të ketë opozita që mund të vijë në pushtet. Dhe kjo mund të jetë edhe si një faktor psikologjik i cili mund të ndikojë. E kuptoj, profesor Klliçi, ndalemi pak tek orët e fundit fushatës, edhe pak ditë na ndajnë, deri të premte kur mbyllet fushata, 72 orë, diçka më shumë. Çfarë, nëse mund të bëjmë një analizë të kësaj periudhe, të fushatës deri më tani, më pas do ju pyes edhe për ato çfarë mund ndodhi në këto 3 ditë. Nuk besoj se mund ndodhi diçka e madhe, po të bëjmë një analizë fushatës deri tani, ku ka qenë theksi, si e ke parë në një studim tamam si pedagog. Si të është dukur kjo fushatë? Në një pamje kështu relativisht të shpejtë, paktën duke krahasuar me fushatat e tjera, më duket fushatë shumë e vakët. E vakët në ide, të paktën për 2 partitë e mëdha, e vakët në ide dhe në forma komunikimi. Partia Demokratike ka pasi fushatë shumë tradicionale, Partia Socialiste ka përdor skema dhe mekanizma të fushatave të vjetra me këtë tentativën për ta ulur nivelin në ato që mendohet që është ndjeshmëria popullore, pra një lloj banalizimi kronik edhe në nivelin e ligjërimit, ku është arrit deri aty sa që
barazohet emri i kandidatit, emri i kryetarit partisë me numrin, dhe kjo është e vetmja lidhje që përdoret si një lloj leitmotivi i fushatës, i konfeksionuar edhe me këtë elementet e spektaklit. Pa që shofun është një vaktësi e madhe, është një lloj formalizmi edhe në mënyrën e organizimit, nuk ka në një tendencë apo në një prirje të re. Ajo që kam vërej që është shumë interesant është që nëse para 10 ditësh le të themi prezenca në televizor, në mjetet e komunikimit masiv të partive politike ka qenë relativisht e ulët, shoh një protagonizëm shumë të madh të kryeministrit, i cili po merr pjesë në disa talk show apo në disa biseda televizive. I ka ruajtur për javën e fundit, po. Unë nuk e besoj që t'ja ruajtur për javën e fundit, sepse po preken edhe televizione që janë relativisht të vogla. A që një kryeministër të shkojë edhe në emisione ku nuk parashkojnë as deputet apo ministra të një farë rangu, gjithmonë ka, dhe kjo të tregon që ka dhe një farë nevojë ndoshta apo një farë druajtjes